Përshëndetje, kemi për sot të flasim për parashtrimin e datës 29. Data 29 dhjetor të 2025-ës. Duket se pikërisht kjo ditë është një ditë ka një rëndësi të veçantë në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me punën aktuale, por gjithmonë duhet kemi kujdes sepse duke pasur parasysh disa çështje, disa problematika që ndodhin në lidhje me punën ose në lidhje me disa ndryshime. Meqense kemi të bëjmë me ndikimin e Afroditës në Bricap, një kombinim interesant me planeti kënaqësisë, dashurisë, parave, i mjedisit toksor praktik. Por kjo do thotë që më ambicioz, sepse lidhet shumë dhe në Bricapi ka planetin guvernatori Saturni. Nga ky pozicion, Afrodita na përgatit që të shohim marrëdhëniet tona me seriozitet dhe përgjegjësi, të përkushtohemi atyre dhe të forcojmë lidhjet tona personale dhe profesionale. Gjithashtu ne menaxhojmë financat tona dhe logjikën, disiplinën. Afrodita, ndikimi nga Bricapi që nderon traditën dhe familjen. Gjithçka na duhet për të festuar dhe për sa i përket vitit dhe prania e festave të vitit të ri, dhe jo vetëm sepse ndikojnë pozitivisht Bricapët, Demi, Virgjeresha, ku është një moment dhe mjaft pozitiv për t'i arritur qëllimit dhe çështjet të mëdha që kanë të bëjnë. Në lidhje me një bisedë që mund bëni ose një takim shumë të rëndësishëm për këtë ditë dhe pikërisht data 29, ku është dhe momenti i duhur për zgjidhur problematika të ndryshme, për zgjidhur çështjet e pazgjidhura, sepse është një mundësi. Fillimi i javës, imagjinoni dhe 2 ditë në ndajnë nga viti i ri, ka të bëjnë shumë me punën, ka të bëjnë shumë me karrierën, ka të bëjnë shumë me ndryshime që do të kemi tani tutje, por gjithsesi kjo kohë është koha më e mirë e mundshme që vërtet ka të bëjnë me marrjen e vendimeve të rëndësishme, ka të bëjnë me disa çështje madhore, ekonomike, financiare, disa bisedime shumë të rëndësishme, periudhën kur ndodhin fenomenet, momentet kur kemi të bëjmë me punën, kemi të bëjmë edhe me disa vendime që mund të marrim. Pra, janë shumë gjëra që lidhen në këtë ditë fillim javë. Ajo që do të kemi parasysh është që të mos marrim vendime të gabuara, të mësojmë nga gabime 2 dhe të duam njëri tjetrin 3. Janë 3 shtyllat kryesore që lidhen me 2026, por ka ndikim nga 7 ditë para dhe 7 ditë pas. Kjo ditë do na mësoj shumë gjëra, kjo fillim javë, kjo ditë e hënë që jep mundësi dhe rëndësi në gjërat tona. Por pas se të fillojmë parashtrimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashkrimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz, shkoni atje. Atje mund të gjeni çdo lloj parashkrimi që ju intereson, çdo lloj pakete. Duke bler paketën dhe keni ndarë mendje se kjo paketë mua më pëlqen, më intereson, atëherë e blini dhe shkoni tek sekretaria dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, por çdo ditë mërkure, është bërë traditë tani, çdo ditë mërkure neve jemi live me juve, pyetje përgjigje. Dhe që të dërgoni mesazhin për të marrë përgjigjen juve, duhet të na bëni subscribe te ky butoni që shkon atje. Pra pikërisht te ky butoni këtu e shikoni dhe pastaj duke ndjekur hapat jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e dashit. Për ju të shenjës së dashit, keni mundësinë dhe rëndësinë e veçantë në lidhje me takime, në lidhje me ndryshime, sepse ndryshimet janë ata që ju bëjnë të ndjeni mirë, të ndjeni pozitiv me punën dhe me çështjet e tjera që do të keni mundësinë. Në lidhje me disa çështje të tjera që do të keni, është momenti i punës dhe i karrierës, sepse gjithmonë dashi është mjaft pozitiv në lidhje me takimin, lidhje me vendime që do të merrni. Koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë aspekt dhe çështjet që kanë të bëjnë me anën ekonomike financiare në lidhje me ndryshimet dhe vendimet që mund të keni, edhe koha është ndryshimi dhe me pozitivitet, dhe është ana më e mirë e mundshme në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me virgjëresh. Keni një ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit.
Meqenëse se demi ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me karrierën, ka të bëjnë me mundësitë e arta që keni, edhe disa çështje të tjera lidhet me ekonominë. Ekonomia është edhe një nga mundësitë më të mira që lidhen me disa takime, me disa vendime që merren, sepse tani për tani juve e keni mundësinë dhe çështjet ekonomike financiare zgjidhen pikërisht tani në këtë periudhë, por bëni pa kujdes sepse mund t'i merrni si përmarrës jeni gjithmonë ju, po ajo që juve ju ngriç disi është ekonomia, është stabilizimi dhe përvetësimi i gjërave të mëdha që keni. Është një moment mjaft i mirë tani në kohën e duhur, momentin e duhur për sa i përket rëndësisë dhe punës suaj, sepse është një punë që për juve ka të bëjë shumë në lidhje me ekonominë, ka të bëjë shumë në lidhje me vazhdimsinë, korrektësinë tuaj, jeni shumë korrekt për që në këtë kohë dhe është një moment mjaft i mirë për sa i përket punës dhe karrierës suaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujorët e ditëshit parë dhe me virgjëresh duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve, duket se ka të bëjnë një takim dhe një vendim shumë i rëndësishëm që do merrni në fushën e karrierës dhe në fushën e biznesit. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshk dhe me akrep duken të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gafores. Për sa përket gaforeve, duket se gaforet kanë ndryshime dhe vendime të rëndësishme në lidhje me çështjet ekonomike financiare edhe gjërat e tjera që do të keni tani tutje. Në disa takime që do bëhen, janë takime rutinë, por janë takime me pak vështërsi, sepse nëse doni të bëni diçka, është koha juaj dhe është momenti më i mirë i mundshëm në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashjet e ditës parë, me peshorët e ditës tretë, është perfekte edhe pse një problem i vogël ka ndodhur me akrep të ditës së dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Luanët dashur, sado që keni pasur probleme ose keni pasur çështje të nëna pezull dikur ose një moment ose një mundësi që juve keni në lidhje me takime, në lidhje me ndryshime rrënjësore, financiare, ekonomike, por gjithashtu edhe gjërat që do të ndikojnë tani tutje është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive në ndryshimet dhe vendimet që do të merrni. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dashjet e ditës së parë, me bricapët e ditës së tretë është perfektja, por dhe një periudhë mjaft e mirë që është me akrep të ditës së dytë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për virgjëreshat duket se tani në këtë periudhë është një periudhë ku juve vërtet keni një të drejtë të madhe, një të drejtë ku vetëm krijuesi mund t'ua di dhe jo njeriu, sepse keni bërë shumë për të tjerët dhe vlerat e juaja janë në rritje shumë të madhe biles, por të tjerët nuk e kuptojnë. Ajo që do të keni mundësinë juve për sa i përket një zgjidhjeje të një problemi të vogël që keni pasur, është momenti më i mirë i mundshëm në lidhje me rritjen e punës, lidhje me karrierën, lidhje me ndryshime të mëdha që do të keni tani tutje, dhe është momenti dhe koha e duhur. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me binjak dhe me peshk janë ideale. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë peshorja. Për sa i përket shenjës së peshores, megjithëse peshoret duket se tani kanë një moment mjaft të mirë dhe tepër pozitive në lidhje me karrierën e tyre. Gjithashtu ka të bëjmë me disa çështje madhore ekonomike financiare dhe gjërat janë mjaft pozitive në lidhje me çështjet e karrierës, lidhje me çështjet e biznesit, me biznesin sidomos ka diçka që mund të lidhet direkt me juve, ku do të ndryshoni shumë ose do ta shisni biznesin, do bëni diçka tjetër, e keni nda menjen dhe kjo është diçka shumë e mirë për juve të kësaj shenje dhe mundësitë janë shumë të mira e tepër pozitive për të arritur qëllimin. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gaforet e ditës së parë dhe me ujor është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepit. Për sa i përket shenjës së akrepit, duket se tani për tani ka të bëjnë shumë me takime, lidhje me disa vendime mjaft pozitive, ku gjërat janë anën tuaj dhe është një ndikim shumë i mirë dhe me sa duket juve i keni të gjitha mundësitë
për të zgjidhur çështje problematike, për të zgjidhur gjërat që doni, dhe koha është ajo që juve ju bën të ndjeni mirë me veten tuaj, të ndjeni mirë me atë çka jeni dhe çka keni për të bërë, por jeni mjaft pozitiv dhe ndryshimet që do të keni tani tutje janë ndryshime pozitive dhe jo negative, duke pasur parasysh sepse një nga mundësitë më të mëdha që keni në lidhje me punën tuaj, në lidhje me një marrje vendimi shumë të rëndësishëm, por në njëra anë dhe koha është në favorin tuaj për sa i përket gjërave dhe mundësive të arta që do keni në fushën e biznesit. Pa kujdes për juve të kësaj shenje, mos u nxitoni në vendime që do të merrni, sepse vendimet janë vendime pozitive dhe keni disa mundësi të arta në takime, në bisedime dhe në ndryshime. Ndryshimet janë rutinë në këtë aspekt, por meqense juve vërtet i keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur çështje problematike në ekonomi, në biznese, në karrierë. Në karrierë sidomos është diçka mjaft e mirë dhe shumë pozitive, por gjithashtu ka të bëjnë me punën tuaj, ka të bëjnë me karrierën tuaj dhe momentet që keni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gafore dhe me dash, ka diçka shumë pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Për sa përket shigjetarëve duket se kanë një ndikim shumë të mirë tani në lidhje me anën e punës suaj dhe të ndryshimeve të mëdha që do të keni tani tutje, por unë ju them që mos u shqetësoni në lidhje me disa çështje ekonomike, sepse keni pasur disa probleme. Këto janë probleme që vërtet lidhen shumë me punën, lidhen shumë me ndryshimin, lidhen shumë me vendimin e madh që do të merrni, dhe kjo është një ndikim shumë i mirë dhe tepër pozitiv për punën tuaj dhe për karrierën. Por në lidhje me karrierën është një mundësi tani që nëse keni mundësinë të zgjidhni gjërat siç i doni juve, sepse kjo periudhë duket se është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv për në lidhje me punën ose një bisedë që do të bëni nga dreka në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bërë me Virgjëresh dhe me Peshk, duke të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricapëve. Çfarë ndodh me bricapët? Me bricapët duket se tani sado që gjërat janë në favorin tuaj, sado gjërat që kanë të bëjnë me punën, kanë të bëjnë me ekonominë, lidhje me ekonominë, është një moment mjaft i mirë dhe pozitiv, në lidhje me pozitivi dhe pozicionin e planeteve që ka të bëjnë në vazhdimsi. Duket se është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv për të zgjidhur çështjet problematike, për të zgjidhur gjërat që të pazgjidhura më përpara, por është një moment tani ku gjërat që kanë të bëjnë, mundësitë që do t'ju jepen, është koha, është dhe momenti i duhur mbi disa ndryshime. Këto janë ndryshime të mira për ekonominë, janë ndryshime të mira për marrjen e vendimeve të rëndësishme, sepse duket se me ndikimet planetare, mundësitë që jepen tani e tutje, duket se i keni të gjitha mundësitë dhe nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar në gjërat e juaja, sepse është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Virgjëresh dhe me Dash, duket në bara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë ujori. Për ujorët tani ka një kuptim ajo çka bëhet, ka një kuptim ajo çka jeni dhe ku doni të shkoni. Meqense koha, momenti, vendimet që merrni janë vendime historike për arsye të punës suaj dhe të karrierës në vazhdimsi. Por meqense juve keni pasur disa çështje të lëna pezull dikur për arsyen e punës suaj, për arsye të marrjeve vendime të rëndësishme, sepse disa gjëra nuk kanë ecur ashtu siç duhet për juve, por kjo nuk do të thotë se nuk rregullohen, por është diçka që është në anën tuaj dhe pozitive në çështjet planetare, në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bërë me binjak dhe akrep, duke të mbarë një vëmendje do të bëni me luantë dhe diçit të dytë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Çfarë ndodh me peshqit? Ku peshqit kanë një mundësi tani në këtë periudhë, ku kjo është një periudhë mjaft e mirë dhe një periudhë ku gjërat do të ndikojnë, do të realizohen fal mundësisë dhe zgjuarsisë suaj, sepse është një kohë
mjaft e përshtatshme, sidomos peshqit nga njëra anë kanë mundësinë e punës ose ndryshim pune, duket se është koha juaj dhe momenti më i mirë i mundshëm. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep dhe binjak janë të mbara, por një problem i vogël që keni pasur ka qenë me vizhgjerisht edhe diçka të parë, edhe pse keni pasur probleme, edhe pse keni pasur debate në një farë mënyre, por janë debate të kuptueshme sepse e drejta juaj triumfon në çdo aspekt. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gafore dhe me akrep janë të mbara. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme të datës 29 dhjetor të 2025. Para se të ndajmë bashkë, unë nuk kujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo diaspor dhe në kërkimin e bashkimit të detyruar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atë do sekretariat për të ndihmuar për gjithçka juve dëshironi, duke bler paketën tuaj dhe numrin për katës të vlerës, jeni gati për të biseduar dhe për çështjet që keni në lidhje me takimet dhe vendimet që mund merrni, bleni paketën dhe më pas flasim bashkë për Viber, WhatsApp apo Skype. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejtë me juve, e doni të dërgoni mesazh. Dhe që të dërgoni mesazhin dhe shikoni që nuk vjen mesazhi, arsyeja, duke na bërë subscribe. 2 minuta kohë, e klikoni dhe pastaj jeni gati për të dërguar mesazhet dhe për të marrë drejt për së drejtë përgjigje nga një mbarësi, respekt. Gjithë mira.